Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu at-taslim ala khayri khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Po vazhdojmë me tutje vëllezëruar me emrin Allah xhalla wa ala el-Hayy dhe el-Qayyum. Morëm në pjesën e parë të ligjëratës tonë për kuptimin e emrit Allahut el-Hayy dhe disa për reflektimeve të këtij emri të tonë të përditshme. Normalisht kemi mbetur se të flasim për emrin Allahut el-Qayyum, por edhe për një pjesë tjetër e rëndësishme që ka të bëjë me dy emrat e Allahut xhalla ora el-Hayy dhe el-Qayyum, që ka të bëjë me përmirësimin e zemrave tona, që me përmirësimin e këtyre zemrave të fitojmë një gjallëri të posaçme e cila padyshim pastaj jep një kuptim të veçantë jetës tonë. Andaj disa fjalë shkurta për emrin Allahut el-Qayyum e pastaj të kalojmë tek ajo që i gjallëron zemrat tona dhe si një zemër bëhet e gjallë. Emri Allahut el-Qayyum është përmend tash disa në Kur'an dhe i shoqëruar vazhdimisht me emrin Allahut el-Hayy. Ibn Qayyim rahimullah ka përmend se emri Allahut el-Hayy është ai i cili jep kuptim të gjitha emrave të Allahut xhalla xhelaluhu. Nga se sikur që e përmendëm më herët, nuk kuptohet që një i vdekur të ndëgjon, as nuk kuptohet një i vdekur të furnizon e kështu me radhë. Andaj nëse emri Allahut el-Hayy është ai që në hijen e tij kuptohen të gjitha emrat e Allahut azza xhall, atëherë emri Allahut el-Qayyum është ai që në hijen e tij kuptohen të gjitha cilësitë e Allahut azza xhall. Për këtë arsye emri Allahut el-Hayy dhe el-Qayyum ka përfshi të gjitha emrat e Allahut dhe të gjitha cilësitë e Allahut xhallahu ala. Për këtë arsye thotë Ibn Qayyim rahimullah, në qoftë se lut Allahun me emrin e tij el-Hayy dhe el-Qayyum, kjo i bie se ka lut Allahun xhallahu ala me të gjitha emrat e bukur dhe me të gjitha cilësitë e Allahut të përkryera. Për këtë arsye dhe ka ardhur ky kombinim në ajetin më madhështor në Kur'an, në Ayatul Kursi. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përdorur këtë kombinim në disa lutje të posaçme që nuk i ka ndarë nga goja e tij as mëngjes as në mbrëmje. Prandaj el-Qayyum çka është? El-Qayyum në këtë formë ka ardhur i posaçëm me Allahun xhalla xhelaluhu. Nga se mund që ti atribuohet edhe në rrethana dhe në kuptim të caktuar edhe krijesës. Mirë po, kur bie fjalë për krijesë nuk i thon Qayyum, po i thon Qayyim ose Qaim e kështu me radhë. Pra çka është el-Qayyum? El-Qayyum vëllime gjusisht është ai që e bën diçka të jetë në kom. Se Qaim është ai që rrin në kom. Prandaj i jep qëndrueshmëri dhe e mirëmban diçkafin që të jetë në këmbë ose të jetë funksional. Ai mund të jetë i gjallë po jo funksional. Ai mund dëgjon, mund sheh po jo funksional. Andaj është ai që me emrin e tij Er-Razzaq i jep furnizim robëve të tij, me emrin e tij El-Hayy i jep jetë robëve të tij, por me emrin e tij El-Qayyum i jep funksionalitet gjitha këtyre që Allahu i ka dhënë ato. Prandaj kjo është El-Qayyum. Në raport me Allahun xhalla xhelaluhu e ka një kuptim tjetër. Emri Allahut El-Qayyum para se të ketë kuptim të mirëmbajtjes dhe të kujdesit dhe të funksionalitetit të krijesave, para kësaj e ka kuptimin edhe të asaj që në raport me Allahun xhallahu ala el-Qayyum është ai që e mirëmban vetën e tij. Nuk ka nevojë kërkush me kujdes për Allahun xhallahu ala as me mirëmbajt. Dhe kjo bën Allahun xhallahu të veçantë nga çdo kush tjetër. Nuk ka në fytyrë tokës as në qiell as në tokë pas Allahut xhallahu ala askush i cili nuk ka nevojë për dikën tjetër. Të gjithë janë të mvarur nga dikush. Kanë nevojë të kujdesin për ta dikush, kanë nevojë për mirëmbajtje, për kujdes. Ndërsa Allahu xhallahu ala është al-Qayyum, ai kujdes për veten e tij, është i pavarur nga krijesat dhe gjithashtu kujdes për të tjerë. E kur bie fjala për kujdesin Allahu xhallahu ala për të tjerë dhe mirëmbajtjen e tjerëve, atëherë kjo bëhet përmes cilësive të ndryshme, nganjëherë me rahme apo nganjëherë me maghfira, nganjëherë domo me lloj-lloj cilësitë Allahu xhallahu ala, por piknisja është nga kjo që e përmendëm se Allahu xhallahu ala është el-Qayyum. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përdorur në duan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
Ja haj e kuptum, ja qayyum tash e kuptum, bi rahmatika astaghithu. Me mëshirën tënde kërkoj ndihmë, aslih li sha'ni kulla. Ma përmirëso tërë gjendjen time. Nga se veç ai që është el haj dhe qayyum mund me përmirësua gjendjen tonë. Çdo kusht tjetër mund bën përmirësim dhe servisim të kufizuar apo dhe të përkashëm, por stabil, qëndrueshëm dhe gjithë përfshirës gjitha aspekt e jetës dhe me qëndrueshmëri. Afatgjata mund të bën veç ai që është el haj dhe el qayyum. Andaj Allahu xhalla xhelaluhu është ai që kujdeset dhe e mirëmban sistemin e këtij kosmosi mos shkatërrohet. Ai është që e mban qiellin që mos bie. Ai është që e mban tokën që mos coptohet. Ai është që e mban diellin që mos bie mbi kokët e njerëzve. Ai është që e mban tërë këtë që ne dimë dhe tërë atë që ne nuk e dimë. Dhe kjo padyshim se e ushqen shpirtin e njeriu fillimisht me madhrinë e Allahu xhallahu ala e para dhe e dyta në qoftë se Allahu xhallahu xhelaluhu është ai i cili e mban qiellin dhe tokën apo është ai që e mban diellin dhe në këtë mirëmbajtje dhe kujdes nuk i duhet askush nga sa i vet i kryen gjitha këto, atëherë a nuk ne jap kjo në shpresë që me këtë emër, me të njëjtin emër që Allahu xhallahu ala e mirëmban kosmosin, e tokën, e qiellin, e diellin, e hënën, ne jap një shpresë që Allahu xhallahu ala ta amon edhe imanin zemrat tona, që mos lëviz, mos shkon, apo mos largohet nga zemra si pasojë përplasjeve të vazhdueshme që njëri ka në kësaj bote me sfidat dhe dallëk e lëllëshme të kësaj jete. Pra thirrja e Allahut me Hayy dhe Qayyum i jap një fuqi të posaçme zemrës së besimtarit. Sikur që thot Sheikhul Islam Ibn Qayyim rahimullah, se Sheikhul Islam i tij Ibn Taymiyyah rahimullah e ka pas tradit që do të thotë me 10 herë gjatë ditës thotë ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghithu. Dhe kur e kam pyet për këtë ka thonë kjo është ajo që e ngjall zemrën. Pra e plot nga srive kam përdor këtë lutje që Allahu xhallahu ala tua ngjall zemrat e tyre. Gjithashtu edhe ky emër është përdor në lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për largim të brengave, të telasheve, të sprovave të ndryshme, pikëllimeve, dëshpërimeve të ndryshme që njëri mund të kaplohet nga ato si pasojë rrethonave të ndryshme që kalon jetën e kësaj bote, e ka lutur Allahu xhallahu ala me Hayy dhe me Qayyum. Pse? Nga se fillimisht, në qoftë se jeta jonë njëlloset me diç, kërkojmë nga ai që ka jetë pa njëllosur na largon njëllën, el Hayy. Dhe në qoftë se ne kemi ra dikon, nuk mund të ngritemi nga telashja, nga brenga, nga bara që na ka kaplu, atëherë ai që e mirëmban qiellin e tokës, wala yauduhu hifdhuhuma, as nuk e lodh kurr mirëmbajtja e tyre. Apo kurr s'lodhet Allahu xhallahu se ruajtur, se mbajtur, se kujdesur për qiellin e tokës. Atëra lusim Allahun që sikur se e ka ngrit qiellin, dhe sikur se e mirëmban tokën dhe diellin dhe hënën, apo të na ngrit edhe neve Allahu xhallahu nga ky problem, nga kjo telashe, nga kjo mërziqje, nga ky pikëllim që na ka kapluar neve. Prandaj ky kombinim i këtyre dy emrave padyshim e ka fuqinë e vet në gjitha kërkesat tona dhe nevojat tona që ne kemi në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye dhe plot nga ulemat edhe Ibn Qayyim në disa raste kanë konsideruar se kombinimi i emrit el Hayy dhe el Qayyum është emri i madh i Allahu xhallahu ala, që nëse Allahu thirret me të, përgjigjet. Nga se thash në bazë të asaj që el Hayy përfshin të gjitha emrat e bukur, ndërsa el Qayyum përfshin të gjitha cilësitë e përsosura, prandaj dikon duhet të jetë ky emër. Nëse nuk e di me emrin që është e përfshim në kuadër të el Hayy dhe el Qayyum. Pra duhet që kjo që e mësuam, ky emër i Allahu xhallahu ala, ky kombinim i dy emrave el Hayy dhe el Qayyum të jetë i përdorur dhe të lakohet sa më shpesh në gjuhën tona, që Allahu xhallahu ala na përmirëson gjendjen, dhe gjithashtu të themi Allahu xhallahu ala sikur që e ke ngrit qiellin dhe tokën, ngritë zemrën tonë në adhurimin ndaj Teje. Nga se zemra shpesh herë përdoset, e rrezojnë mëkatet, e lodhin apo e ngarkojnë telashat. Prandaj e lutim Allahun xhallahu ala që nuk e ngarkon atë asgjë dhe nuk e lodh atë asgjë, që zemër të lodhur Allahu xhallahu ala ta pushon me përmendjen e Tij. Dhe këtë zemër të përdosur të rrëzuar për tokë si pasojë e mëkateve edhe punëve tjera të ndryshme, Allahu më e ngrit sikurse e mban të ngritur qiellin, dhe mirëmbajtja dhe kujdesi dhe mbajtja e këtij qielli të ngritur la yauduhu hifdhuhuma. Nuk e lodh fur Allahu xhallahu ala, as nuk e mërzit, as nuk e ngarkon asnjëherë
prej asë ditë kur e ka kriju dhe po ta mbante Allahu xhallahu këtë qiell. Gjithmonë, asnjëherë nuk do të lodhë atë. Andaj nuk e shkatron pse është lodh, por e shkatron pse është caktimi i tij kështu dhe ai ka gjykuar që ky shkatrim të nënkupton një fillim tjetër për një jetë tjetër, përndryshe nuk e lodh Allahu xhallahu ala asgjë. Prandaj kjo që e mësuam thash na jap një kuptim tjetër padyshim edhe të jetës tonë, por edhe të raportit tonë me Allahun subhanahu wa taala, të lutjeve që ne i drejtojmë Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj ya hayyu ya qayyum, që aslih li sha'ni kullah. Aslih li sha'ni kullah, do të thotë krejt çka ka të bëjë me mua Zot, krejt çka unë e di, e çka unë nuk di, e çka po e ndi unë, e çka nuk po e ndi unë, çka kam nevojë unë, e çka nuk e di që kam nevojë unë, gjitha këto Allah përmirëson me mua. Gjitha bëni të jenë më mirë, më kualitativ. Dhe padyshim se për një ngritje të tillë komplet jetës tonë duhet një thirrje e fuqishme dhe kjo bëhet përmes ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Dhe njeriu mund kujdes për dikën një kohë caktuar, apo por mund vdes dhe mungesa e gjallërisë së kujdestarit e humb mundësinë edhe të kujdesit. Nëse Allahu xhallahu ala, sikur se përmendet, nuk rrezikohet me afat caktuar e as me rrethana caktuara jeta e tij dhe gjithashtu nuk rrezikohet që ta mban Allahu xhallahu ala gjendjen tonë stabile përkundër turbulencave të shumta që mund për të në kësaj bote, ngarkesave të shumta, çfarë do qoftë në kësaj bote, Allahu xhallahu ala tha që jo vetëm gjendjen tonë, por gjendjen e të gjitha krijesave Allahu xhallahu ala tha që e mirëmban dhe kujdes për të. Apo prandaj shikone çështjen e fëmijët kur të lind nuk mund të qëndron kom të vetë apo. Kush i jep fuqi? El Qayyum, ai yuqimuhu, ai ngrit që të ecë në dy kom të vetë apo. Prandaj Allahu xhallahu ala sikur që një fëmijë që ti e sheh se me të vërtet thosh çysh që ke ecë apo. Apo ti nuk e kupton çysh që ke bot me ecë. Pe ka merr këtë fuqi, pe ka merr këtë ngritje. Për kësaj bartësh tek ndonjë krijesë tjetër. Çysh që kjo po rrin. Çysh kjo për më bëhet. Dhe gjitha kjo shëtitje në përkrijesë Allahu xhallahu dhe ky meditim thash duhet më mbledh një bindje te ti se Allahu xhallahu ala nëse e mban zemrën tënde të kapur për iman, nuk ka sfidë as tuim botë që ka mundsi të mërzuar. Por nëse Allahu e lën një puhi e vogël e epsheve erdhën zemrën dhe e përdos për to ka Allahu na lutë. Për neve na duhet që ta lutëm Allahu me këtë emër, që t'i jap gjallëri zemrave tona, por gjithashtu edhe ti mirëmban dhe ti mban të ngritura në këmbë që mos të mbeten të gjalla, po jo funksionale. Nëse ka njëri i cili apo është i gjallë, mirë po është i paralizuar, nuk lëviz. Gjallëria e tij është shumë e kufizuar. Nuk ka funksionalitet të plot. Prandaj edhe zemra mund të jetë e gjallë, por mos me qenë kom të vetë apo. Mos të jetë stabile, mos të jetë duke ecë në drejtim të duhur. Për këtë arsye na duhet edhe el Hayy dhe el Qayyum, të lutim Allahun xhallahu ala që ta përmirëson gjendjen tonë. Pasi e përmendëm tërë këtë, dua që pjesën e mbetur të dersit t'ia kushtoj asaj që thash ulemat e kanë preferuar më të madhe kur bie fjala për emrat el Hayy dhe el Qayyum, e që ka të bëjë me gjallërinë e zemrave. Nga se gjallëria e zemrave është jeta reale. Është jeta me plot kuptimin e saj. Dhe është ajo që garanton pastaj vazhdimin e jetës në përhershmëri atje ku duhet. Vetëm me gjallërinë e zemrave. Andaj, nëse ka aparata caktuar që matet fuqia e rrahjes së zemrave dhe ka sinjale caktuara që zemra i përçon për treguar se është e gjallë, në kuptimin organik, apo në kuptimin e besimit dhe shariatik. Çfarë shenja jep zemra për të treguar se është e gjallë? Kjo është ajo që duhet mirë me të njëjtën. Për të kuptuar se kur mund të llogaritim se zemra jonë është e gjallë. Kur mund të llogaritim se zemra jonë është përfshirë nga emrat el Hayy dhe el Qayyum. Nga se kjo zemër rrezikohet me goditje nga shumë anë. Madje Ibn Qayyim rahimullahu përmend më tepër se 10 shtiza apo që e godasin këtë zemër. Dhe në fund të këtij procesi të goditjeve, thotë Ibn Qayyim rahimullahu, thotë në qoftë se ai që e mban qiellin dhe tokën nuk e mban këtë zemër, s'ka kush e mban më. Shikoj me çka ka lidh, po s'ka më. Duhet vetë një fuqi e madhe që e mban qiellin dhe tokën me e marrë këtë zemër në iman.
se pas gjitha këtyre goditjeve e pamundshme është të mbetet e gjallë ose të mbetet në kom, s'ka çfarë pa orzuar. Pra neve na duhet një zemër që është në kom dhe e gjallë, apo që i reziston të gjitha goditjeve, të gjitha shtizave që njeriu në përditshmëri mund të goditet me disa prej tyre, por nganjëherë edhe me gjitha prej tyre. Andaj çfarë mund këtë zemër stabile? Fillimisht njohja e shenjave të gjallërisë së saj. Çdo ditë të përcjellim gjallërinë e kësaj zemre. Çdo ditë të përcjellim lëvizjen e kësaj zemre se a janë në drejtim të duhur. Dhe këtë mund ta bëjmë tash përmes disa pikave që i kanë përmend ulemat në shtjellimin e kësaj teme. Shenja e parë e gjallërisë së zemrës është kthimi i shpejtë. Kthimi i shpejtë. Prandaj edhe Allah xhallahu ala në bazë të kësaj cilësie ja ka dhënë edhe emrin e zemrës, qalbun munib. Qaulun munib, sikur se ka përmend Allah xhallahu ala në surën Qaf. Hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafidh man khashiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Apo qalb munib është qalb i gjallë, zemër munib e kthysh me shpejt. Si e kthysh me shpejt, po se kupton se ka gabim, me njëre kthehet. Se gjallëria e saj nuk e lën me vazhdu në gabim, e pamundshme. Prandaj, shpejtësia e kthimit në hak është shaj e gjallërisë. Ngadalësia e kthimit në hak është shaj e smundjes dhe vdekshmërisë. Pa e ka njerëz që me 10 herë kanë dëgjuar ajet caktuar kuranor se gabim e ka veprimin e caktuar. Qoftë namaz, qoftë në adhurim, qoftë në skelet të kufive të Allah xhallahu ala, dhe hala si bën përshtypje mu kthy apo. Kë nuk është për shkak kësaj s'shbin dhe s'kani, po zemra është e vdek, nuk i jep fuqi trupit mu kthy apo. Prandaj gjallëria e zemrës është ajo që ndikon në kthimin e shpejtë njeriu në hak, po sa e kupton kthehet më njëra. Prandaj sahabët i kanë pas zemrat më të gjalla. Prandaj edhe shpejt janë kthyer. Më herë edhe kthimi ty në ka qenë pa kurzum. Madje edhe kur është dash me shkel veten, nefsën e vet, me hiq dorë nga pasuria, nga autoriteti, nga çdo gjë. Kthimi ka qenë pa kurzum. Si ka qenë shaj e gjallërisë zemrës. Prandaj zemra sa më e lodh, kthimi është më i lodh. Apo më lodh kthehet. Kupton që duhet kësaj me kur i kthym, ajo është kësaj. Tash i lodh, do të ecë tash ktheu kësaj. Me zi kthehet ose kthehet dhe gjysë lart ose po më apo për shkak se zemra është e lodhur. Do të thotë zemra e gjallë, aktive, me shpejtësi kthehet. Pa në nganjëherë ti kur është lëvizjen e fëmijët, qysh çohet, tërzohet, të ngan, ti i lart po qysh po mundet, ku e ka këton këtë takat, apo po gjallënia e tij, do të lodhë ajo të bën që ti, prandaj zemra dikujt, ti çudi qysh shpejt kthehet këtu, shpejt kthehet atje, pranon këtë, kupton këtë. Gjallëria e zemrës bën këtë kthim të shpejt, andaj edhe për shkak të kësaj cilësie, Allah i ka qalbun munib, në zemër e kthyer shpejt. Gjithashtu prej cilësive të zemrës së shëndosh është se kjo zemër me përdoni shprehje me kuptu drejt. Domethënë, kjo zemër nuk bëhet stacion e dosmundjeve. Çdo kush më gabon mund më prek, por jo, nuk bëhet stacion. Nga se dallon me kalu pranë shtëpisë tonë autobusi, apo e dallon me kon pranë shtëpisë tonë stacioni autobusa. Dallon, apo dallon me kon shtëpia jote që mita ka aeroplanat në alt dhe zhurma trok pak, e dallon ti me pa shtëpinë në pistë ku atrojnë ditë për ditë këtë. Dallon. Prandaj me kalon mbi ty ndonjë nga këto smundjet, si kalim, apo dhe me lëshon ndonjë gaz caktuar ko pas kanjëherë, kjo çështje tjetër. Mirë, po të bëhet stacion ku këto smundje apo aterojnë te dhe fluturojnë për aty, kjo është problem atë. Në zemra e shëndosh nuk lejon, absolutisht nuk pranon që vendi i saj të jetë stacion i disa smundjeve. Çfarë janë këto smundje? I ka përmend pejgamberi sa në hadith. Andaj këto smundje, sikurse e ka quajtur pejgamberi këtë zemër, e pa më parë ka quajtur qalb munib. Apo në bazë të cilësisë e ka marrë emrin, zemra e gjallë e kthysh me shpejt. E kjo zemër që nuk është stacion e këtyre smundjeve i ka thënë pejgamberi qalbun mahmum. Asa sa pse kanë kuptuar çka është qalb mahmum. Madje sikur se ka në hadith pejgamberi nga Abdullah ibn Amr.
I kanë thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam eyyun nasi afdal. O i dërguar Allah, cili është njeri më i mirë? Dini se ka më i pashme asme, më i miri me zemrën më të mirë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeri më i miri ka dy cilësi apo. Kullu qalbin, kullu mahmumil qalb saduqil lisan. Mahmumul qalb ka përmend, apo dhe saduqul lisan. Saduqul lisan është ai që flet vërtetën. S'rran kur. I ka thonë asap të gavës të mja Rasulullah, ai që është saduqul lisan e dim çka i bjen me fol të vërtetën, e dim çka i bjen mos me kon gënjeshtar. Por mahmumul qalb që çka është ky mahmumul qalb? Çka që ka këtë zemër që jep shenja qarta, sinjale të gjallërisë së mjaftueshme që e ka, e që e bën me kon njëri më i mirë. I ka përmend pejgamberi son për këtë zemër tri cilësi. Ka thonë huwa taqiyun naqi, i devotshëm i pastër. Ka thonë la ithme fihi wala baghya wala gilla wala hasad. Është zemër e cila është e devotshme dhe e pastër, dhe gjithashtu në këtë zemër nuk zën vend, nuk është stacion i çkafit mëkati. E mund të jetë përkohësisht, po e dëbon me herë, nuk e mund. Nuk ka mundësi në zemër gjallë, nuk ka mundësi me najtë kod gatë gjunoj që të i rahat. Se lanë zemër a gjallë qëtë për jashtë. Aja rrën aty veç për shkak të dobësi së zemër dhe smundjes së saj, apo Allah në vdekshmërisë. Njëri për shembull, me moni shembull konkret greta për shembull një mizë më të sill, apo edhe të bjen hun, apo sa sekonda i duhet dorës me hekse të pengon atë. Një mizë nuk e të rën hun. Me kon gjumë, bo kja rrën 2 sa të lanë të këto se në gjumë, se më rësh i mizën hun. Apo, ndërsa kur i e gjallë, i aktiv, e ki vëmenin këtu, pak si të prejkë, me automobil e larga se të pengon. Apo, andaj subhanallah, do mëkate që me ra kodrës e rëzojnë, ka e rëzojnë vën zemra tona, edhe nuk na pengon as me obo që shtotë. Bile s'paku si mizave, pse? Përshka kësë është të flajtë, si të flanë, ose është të dekt, nuk e njën. Nuk njën si i kara, jo një mizë, po i kara diçka që thash, kodrës me ra e bërë rash me tukë. Dikush për musliman e jeton me të apëtën. Han, pin, flan, shkon xhami, komunikon me musliman, ndërsa aty është bërë stacioni bërlogjeve të ndryshme. Prandaj sikurse e ka pranë Ibn Taymi rahimullah, në rast që kemi pranë dësara, kur flet për largimin e me lajkeve nga shtëpia që ka qenë, thënë qofse me lajket, krijesat Allah xhallahu ala, apo nuk mund të përballojnë ekzistimin e një krijese tjetër që as ka faj që qenë, apo largohen për shtëpisë ku ka qenë, dhe çfarë të mërmenja për, apo ekzistimin e njohjes së Allahut me një zemër ku ka diçka që s'është Allahut, me një zemër që ka, nuk ka qenë që le, apo, po ka do qaj tjerë që i ka instalu shejtani aty, apo, ekzistimi i këtyre qajve mrena zemrës, a nuk e dëbojnë njohjen e Allah xhallahu ala, a nuk e dëbojnë kënaqësinë e adhurimit, a nuk e dëbojnë, po e dëbojnë. Ka një qenë i dëbojnë me laqet. Zvinat aty, ku ka qenë, heqë e vimna. Atëherë Allah thot robët, heqë këta qe, vjen njohja këtu. Ama këta qe këtu, zvjen njohja, se me laqet zvin, e le më njohja Allah të zogjerapta. Prandaj, at-taqiyun naqi, i devotshmi, i pastërti, në cilën në zemër nuk ka sa që mëkati, as urrejtja e as zilija. Hasedi, zilija, urrejtja ndërsjelt është ajo që e vdes zemrën. Do të nuk ka pejgamberi urrejtjes, azizi ka thënë halika. Apo halika nuk është ajo që të rrun. Apo ka thënë s'po them që e rrun flokët e dikujt, apo po ja rrun dinin atë. Urrejtja e zilija është sikurse mjedi që rrun, i rrun flokët njëri, ke po si ti më shon një herë, si atë mund ku kurgjë. E që ashtu njëri njerë me bu me ra, urrejtja ndaj muslimanit, ose zilija dhe ti ka zemra, Allah lem së arrun për i dini ti, Allah në rrutëve. Andaj që kja për në zemë me dik, nëse s'ka në zemër din, që kja më në zemë në gjallë? Vdes, pra ndaj, pejgamberi s.a.s. shpeshere ka bo doa, ka thonë, es aluke, lisanen sadikan vë kalben selimen. O Zot, kërkoj për te që të me japësh gjuhë të vërtet dhe zemër të pasër. E këtu e në të leta me zvejtë, subhanallah. Nuk ka mund si një rëndës, një mashtrus, nuk ka mund si kur
me pas zemrën e gjallë. Pamundshme është. Nuk ka mundësi një njeri që rran, kur nuk ka mundësi me pas zemrën e pastë. Pamundshme është. Nga se, sikur se i ka thënë pejgamberi sa më bodherrit, paramendohet për muslimanin me deri në çat mos, Allah na ruaj. Që gjuna i madh është, po paramendohet në zinë me ra. Por la ju të saure një gdhim. Sune paramenaj një musliman me rajt. Nuk paramendohet një musliman që rran, e ndodh. Po në rrethana normale nuk paramendohet me rajt një musliman ato. Nuk paramendohet. Ka se rrana është shumë e urrëtur. Sheriatike shumë është urrëtur ato. Ka se është cilësia më e poshtër, më e ulët që ka mos njëri më u përfshin të aftë. Për të arsye, zemra shëndosh nuk e lën këtë cilësi me kom pjesë e saj. E as me reflektu, ky zëdhën si kësaj s'ban me vol çka s'ka thonë. Ose çka s'ka mrena. Nuk e lën zemra kështu aftë. Për këtë arsye, do të thotë pastrimi i zemrës nga hasedi, nga zilia, rrugja së nga urrëtia, nga armiqësia me muslimanët është shaj e gjallërisë së zemrës aftë. Sa ma i gatshëm njëri mu kacafyt, për dy fjalë kapët me dikan. Se ka ky zemrën e gjallë Allah. Apo, ka se me gjallëria e zemrës nuk lën me mirë muslimanin qafë. Gjallëria e muslimanit nuk lën me urrët, nuk lën. Gjallëria e muslimanit nuk lën me pas zili, nuk lën. Aja pengon. Por përsa ka smundje këtë zemër dhe mungesë të çfarë gjallëria, nga se përfit el hayy dhe el qayyum. Para që fillon me lulzu, kuptim negativ, po them, me lulzu zilia, urrëtia, edhe gjitha bim tjera vdekje pruse që shkaktojnë vdekjen e përshpejtuar të zemrës së tonë. Gjithashtu prej cilësive të zemrës së gjallë që i kanë pranuar ulemat, kjo sinjal me mat, a ka gjallënia s'ka, të smushme me aparat medicinal me mat gjallëninë që pra kërkojmë, por megjithatë cilësi që ulemat i kanë përmend të nxjerrën nga Kurani dhe nga Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj cilësia e radhës që e bën zemrën të dihet është e gjallë ajo cila është kjo zemër është e qetë apo dhe stabile përballë asaj që Allahu ka caktuar. Sa ma e qetë apo në provokimet e jashtme ma shaj e gjallërisë së saj. Nga se gjallëria e zemrës nuk e lën mu turbulluar. Nuk e lën mu turbulluar. Nga se është në pritje. Për shembull, të marrim një shembull mes atij që në gjumë, atij që është i gjallë. Që është i zgjuar. Një që është i qutë, zut ato. Edhe përpara ka njëri. Edhe njëri thotë që tash ku më bërtit shumë. Bënu gati. Apo është i zgjuar, po din që ka më bërtit, ai bërtet, ai bën përshtypje, i qetër se e din që ka më bërtit, edhe është tek spa. Ndërsa me kon gjumë, është ku më i bërtit që stop tonë, të marrë njëri. Është shqetëson nuk din ku është, apo. Prandaj përballë shumë realiteteve në këtë botë, apo na rrim gjumë, kujtojmë që kur zbërtet, kur s'vjen i caktim. No, pse ndodhi kjo? Ta se ke prit që ka më të bërtit dikush pikë sojana, e kon gjumë. Nëse Hasan al-Basri rahimullah thot, besimtari gjithmonë është në pritje të diçkafit. Edhe kur kesh, ai mbrana din që kë nuk është për me anëzi jetën. Po edhe nuk kanë më çliru që hinë në xhenet tash edhe kesh sa të mundesh, kënaq sa të mundesh se s'ka më. Jo, duhet me ditë, ka ardhur një e mirë, më asaj ligji i Allahut është, apo ka mundësi marr diçka që pak ta ngushton jetën. Andaj mbaje zemrën e zgjuar përballë së britme që s'paku nëse është për mutrondit me kon stabile, me kumena kufive. Ndërsa sa njerëz kur ti vjen në isprovë, sepona para njëri në gjumë ta nuk din ku është, ku quhet, ku shkon, dhe sot kfillet sa veprimin e pamatur e bën Allahu na ruaj atë. A ju studon njëri përballë sprova caktuar apo? Me vomi i bërtit sprova kaderi dikun e ka gjetë në gjumë, tu kujtu që ai në xhenet është. Tu kujtu që në xhenet sa sprat këtë brit, më thon. Kur të vjen e pse ndodhi? Po në xhenet do të më vet pse ndodhi. Nëse ndodh, të s'ndodh në xhenet. Apo mirë, po me ndodh ndonjëherë diçka prej sprove të caktuara, nuk vet njëri pse. Se është normal me ndodh diçka për kësaj. E rëndësishme është se nuk të godet asnjë sprovë pa lejen e Allahu xhallahu ala. Kjo më rëndësi. Prandaj zemra e shëndosh e ka një pozicionim të posaçëm dhe një pritje të veçantë të sprovave që vijnë nga ana e Allahut xhallahu ala. Nga sa është e gatshme, e përgatitur për çdo gjë, është në gjendje të vazhdueshme gatishmërie. Për këtë arsye një shtet sot me kon armiqësi me një shtet tjetër, veç një shtet me kon, apo vazhdimisht o gjendje gatishmërie. Me armatimin e vet, e me rrezirat e veta, e me ushtri gjendje gatishmërie, apo se ka rrezik me na sulmu një shtet. E në një që të rrezikon pe 3 shteteve të mëdha
që nuk din cila më e madhe, apo ky çfarë gjendje gatshme do të më kon. I shteti i iblisit, apo ditë për ditë sulmon. S'ka edhe plus asaj shtetet mund të luftojnë 50 vjet në fund në shkruajnë paqe. Bën aleat pastaj. Nëse ti ke një shtet, një armik, në afërsi tonë në gjithë me ty është, me këto s'ka as aleancë, as ka kompromis. Ti mundesh më nuk të sulmoj, ti mundesh më thonë unë s'jam keq me ty, ai kur këtë fjalë çfarë thotë? Ai thotë unë jam keq me ty. Unë të sulmoj. Andaj nëse je përballë një armiku i cili është aktiv me të sulmuar çdo moment, je rrethuar me një dunja e cila të mashtron nga gjitha anët e saj, nga të habit. Zbukurimi i saj të habit nga realiteti. Edhe këtu të më koni gatshëm. Që ndonjë stoli e dunjas mos më nxon vend. Mos më nxon vend stolia, nga se ty nuk vin stolit. Apo ty nuk vin mu zbukuru me dunja. Dhe armiku i tretë, ai i brendshmi, nefsi i cili vazhdimisht e sulmon zemrën, vazhdimisht. Tash paramendoje çfarë gjendje gatishmërie duhet me kon ky zemër nga gjitha këto me prit gjithçka dhe me prit me stabilitet dhe qëndrueshmëri. A ka hapësir edhe nga ky aspekt e ka pyet Ibn Qayyim rahimullah Ibn Taymiyyah, a ka mundsi nga hera na mu arktu milion njerëz pak hapësinë atë. Kjo s'po them që është haram, njëri ka nevojë për arktim. Po flas në botën e përmirësimit zemrave, s'po flas në botën e fikut. Se te fiku ka halal, ka haram, këtë diçka tjetër. Po nuk është e njëjtë edhe në botën e përmirësimit të zemrës, aty është një kujdes pak më i veçantë. Andaj e ka pyet, a bën kare nefs mi dhon liri? Ka herë mi dhon knaqur. I ka dhënë Ibn Taymi Ibn Qayyimit, ama Ibn Taymi ka dhënë Ibn Qayyimit. Don Ibn Qayyimit të përgjigj, kish dhënë të neva. Po din këtë shkollë njerëz janë kujdesat. Me gjallërinë e zemrës tyre. I ka dhënë Ibn Taymi Ibn Qayyimit, a pak të merr pa vet edhe mi dhon hala? Ai të merr pa vet ty hiç? Nefsi të merr hise, pi gafletje, pi habise, pi mashtrimit, pi zbukurimit, a pak merr pa vet edhe mi dhon hala? Vall, me konë që ki komplet në dorë, a i hitë merr, bën e rahmen, kësha i ka pak. A me i po të merr vetë, se ki pushtetin mi te, komplet, nuk e ki kontrol. Kjo për Ibn Qayyim rahimullah. Prandaj, kjo zemër është gjithë mësuar me të vazhdueshme. Gjallëria e saj, apo është ajo që i garanton me dijen Allah xhallahu stabilitet, nuk dridhet. Me po fatkeqësisht nganjëre, neve shumë pak, një diçka e vogël, me i herë për në qëtë falcën atë. Me i herë. Në stolisën për jashtë, po do këm si ari me iman, apo po pak si po forkohëm me isprovë dunjas, si po forkohëm pak me zveti, po dhe në sheshi falcë është. Sërtë originale për. Asabt janë forku. I ka largu shtresa e parë, o 5 e dyta o kon ari, e 3 o kon ari. 55 herë me e forku, ari u dalë. Se arin forkoj e sa dush. Hekja shtresën e parë, e dytë, ari delë, sa këtë është ari. Ama dikush që është i lim me ari, e mrena është në material, në metal, që zbën 5 parë në treg, apo, ato veç pak me e fërku. Që është pak me e fërku, i del boja, i del ngjyra. Andaj fatkeqësisht do në zemra tona nuk kënë ari original. Nështë ta jenë mbështjel, me mbështjel, po thamë, të arit, ose të argjenit, mi po më fërkimet e pak të dunjas. Pak dunja me fitu musliman, e shë me njëre lana modhë me gjematë, subhanallah. Pak me pas problem me dikan e shë që e qiti keq ka komrana. Po ka dal me një fërkim, po, e qak shumë bon, ma shumë me pas e qka? Qak shumë bon na me zveti, të këshumë pas ma shumë pozit, ma shumë autoritet, ma shumë dunja. E shumë konë të mytë krejt, bro. Në gjithë për i qka shumë dvogël, me i herë për në del në gjyra, pëtër. Kjo është falë si zemra, pëtër. Falës, që ka nëjë me qenë zemrë originale. E zemrë originale është stabile. Sikurse edhe materiali original rezistent. I po izolimi falës, apo si të frinera njës me hip në përshpejatët. Se izolima jo është i vërtet, por falës izolima të. Nuk është original atë. E sa është e keqë njeri, apo të menu me këtë zemër të arit, me këtë ari me blejt gjenetin, kur dhe të kalau gjel. Ta njetën që këtë ingrati ka bojt atë zemër të arit, të menu që e blejt të kalau gjenetin, e kur shkon të kalau gjel, le ula Allah i thot, a përoj më rubi jam, qëfar është, e sheqi i falës së kuna. Falës. Sa është original atë? Sa është zhgënjyse?
Shka sa është subhanallah shqetësuese për një njeri që kur shpenzon këtë pasun e vet, edhe në fund i thuhet fallse kit, kanë mashtruar. E blen një telefon, emrin e ka për mi, tamam, edhe formën e ka që duhet, mirë po prodhim i dihet i kujt. Fals, ti e ke ble me parat e originalit apo. Edhe kur të merresh ta kanë shit fals një telefon. A një është komod edhe rahat, a nuk mush mu këfill me mujt që atë njëri që ta ka shit fals me pas në dorë, ti e din që ka i kështë e buatë. Apo? E pa ata që na kam mësuar me pas zemrat fals. Ata çka duhet për ballë ty në musil në ato. Apo? Ata që na kam mësuar munafikie, dyftyrsie, na kam mësuar mu mjaftu me të punë caktuar, me këta që duhet musil në ato. Fals na kam mësuar më rënu. Këtë fals me fals raporte, apo me zvete, politikë mes muslimanëve, apo s'ka kurrë stabile, qëndrueshme. Që ata një puhije vogël i prish, i dan, i shkatran, s'len sem pa dhon për tjetrin, deri dje në kulmin e lavdatave, tash në fundin e qortimeve, ky debalans në respekt në raport, jam me kuptues se fals kon. Me kon original, nuk ka mundësi merre kështu me pasi, kësi oscilime, kësi lëvizje kaq më. E pamundshme, nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi. Prandaj gjëra që është original, edhe kur prishet subhanallahu e ka një kuptim të vet atë. Edhe kur prishet e ka një farë originalitet edhe në prishje. E mos flas në funksionalitet atë. Prandaj zemra e gjallë që është. Zemra që është e gjallë është stabile, është originale. Është original. Allahu xhallahu ala këtë zemrë ka bërë rezistuese ndaj gjitha fitneve në dunja. Që si materiale është kjo apo? Mirë po në qofë se ne e devalvojmë rezistencën e saj dhe mbështetjen me fals, nuk reziston normal. Nuk ka mundësi Allahu xhallahu ala këtë zemër me na dhon vendbanim të imanit. Apo? E pastaj një dilemë për jashtë mos më rezulton kjo zemër. Nuk është e mundshme. Kjo zemër i reziston krejt shubuhateve në dunja. Kjo zemër i reziston të gjitha epsheve në dunja. Këtë i reziston. Momentin kur pajiset me pajisje originale. Jo fals. Prandaj njerëzit që ara bojnë kabut se ma lirë fals. Apo? Po tani kur ti prishet i kushton me krejt sistemin e vet apo. Andaj pajisë zemrën tonë me pajisje original. E pse të kushton pak më shtrejt, shkon pak më gat, duhet më shumë mundu veç original bën atë. Mos merr kurrë fals. Mos thuj hat që ta ble çështë, ja kurrë mos merr fals. Krejt original. Nga se pastaj bëhet e qëndrueshme dhe bëhet stabile. Prandaj pajisjet origjinale e bëjnë zemrën të gjallë dhe e bëjnë stabile përballë sprovët të kësaj bote. Gjithashtu prej asaj që mund të përmendet se është shej e gjallërisë së zemrës, është dënëruar se prej gjallërisë së kësaj zemre interesant është se kjo zemër nuk bëhet rahat në dunja. Çish nuk bëhet rahat në dunja. Kjo zemër gjithmonë është e përmalluar për shpinën e vet të Allahut. Në njëri për shembull i cili nuk është në shtëpi vet, është larg shtëpisë vet. Si ka dashnë e vet rreth veti. E i don sinqerisht familjen e vet, të afër me miqtë e tij. Ti mundesh atje në vend ku e ke qu. Në pallat me qu, ku dush që je, apo. Mirë po, ai kur rahat zbuat deri tek theshte ata që janë shtëpia tina ato. Andaj zemra jon se ka shpinë këtu. Këtu se ka shpinë. Në momentin kur një këtu qetësohet, buhet rahat, është problem. Shtëpia e besimtarit është në xhenet. Ai ditë për ditë përmallohet për atje. Apo krejt që ka të zbuhet rahat. Që ata as nuk i bën shumë, nuk e lidh zemrën e tij me kurrë këtu, as në marrje, as në dhënje, as në ekzistim, as mos ekzistim. Ka se zemra e tij lidhet me ahiretin. Pra sa më e lidhur zemra për ahiret, dhe sa më e përmalluar për të shkuar në vend shtëpi vet, aq më tepër ka gjallëni atë. Në njëri për shembull i cili ka mundësi më nejt 3 vjet larg familjes apo. Edhe si bën hiç përshtypja, thotë hyç do 30 vjet risa kom gale. Tini ai thotë që ti i dën për më, s'është normal kjo punë. Nuk është normale atë. Prandaj Muawiya radiallahu anhu e ka martu një grua që ka qenë banore e Shketinës, beduin. E ka martu një grua të një fisnik, të fisëve arabave. Dhe ja Muawiya ka qenë halife, në kohën e halifatit vet. Edhe normalisht ka banu kjo grua prej
fshaturave, pe tendeve, edhe pe mielës deveve, e ka pru në palat, Allah, palat halifës që ka pas bagi një hiset të madhe dunjas në dheqje, me shërptor, me gjithat mirat, mi po së bore hata, së bore hata, gjithë sabah kërë qu, apo e ka marrë molli për devet e saj, e ka marrë molli për pluhën e shketinës, se së bore të rahata e këtë, së mësume, nuk mësua si jetë, diri sa presioni madhe ka dyrë më vjën me lëshukon, këtheu. E ka pa që kjo së më bëhet ratë këtë palat të apë. E së mësu një tjetër atje, ditë për ditë ka qash është përmalu për shketin e saj, sa që shëndrun poete, nga emocion të shumë të ka thur poezi për bukurin e shketinës, për bukurin e devës, për bukurin e tendave, si ka më përshtypja absolutisht palati, as mermeri, as shërptor, as asë, pse atje zamra është, të mund me trup me mojt mu këtu, por zamrën e kam atje. Prandaj zemra e besimtarit që është e gjallë nuk rrin dunja japta. Ai ka punë me ahiret, ka punë me xhenet. Prandaj këtu kryen punë me ti ka kur bëhet me shkuat japta. Qase çaja është vendbanimi i tij i parë ata. Sa njëri më shku subhanallah, ni mu di si bën men kur për xhenet. Çfarë? Po në njëri subhanallah po në dunja. Në njëri ngërbet apo edhe 3 muaj ditë si bën men hiç për gruën e fëmijën këtu. Hiç si bën men. Kjo gjallënillo, kjo dashni. Në mundë njëri me bo sabër, punon, i ka pru situata që ashtu të apë njëri me konë largë, ka herën ndonë të punë, ose njëri me konë allonë në burg, e ka armiku, largë familjes, detyrimisht rrinë. Por vetja zemën e ti shikojnë për balë të shpisë vetë. Kjo është normale. Që fizikisht mundesh me majtë vetë në pengë, një punë e caktume. Po zemra, pa të vetë ty shkanë dhe përmalot për dashët e tu, për familjen tonë, për të afërmit e tu. Pra ti mush me majtë vetën tonë në këtë dunja me punu. Angazhime caktuara në tregti, në punë, ku do qoftë, po zemra ditë për ditë thot kur bëhet me shkuat japta. Atë kuptim të përmallimit, që nuk është dëshirë boshe e kot, por kjo zemër godet më një herë besimtarin që puna për atje. Ça atje mall, ç'ish po qen të shpjeu të mall. Ça atje furnizim, ç'ish po qen këtu furnizim. Andaj me një fjalë, gjallëria e zemrës nuk e lën besimtarin më u bë banor autokton i kësaj bote. Bëhet banor kalimtar. Kun fi dunya كأنك غريب أو عابر سبيل. Shiko këtë au abiru sebil, hadithin Bukhari, ka thonë pejgamberi hadithin Ibn Omerit, bën këtë dunja sikur se i huaj, ose kalimtar. E pse ka thonë sikur se i huaj, ose kalimtar? Ka thonë nga se i huaji, ka mundsi për një kohë me koni huaj e pastaj bëhet vendas. Apo andaj bën këtë dunja sikur se i huaj. Momentin kur ta japin leje qëndrimin, bën si kalimtar. Kur mos u bë vendas atë. Andaj ka bën si i huaj në esencë. Sikur se më një vend që s'është venit, kjo armë kryni punë dhe e me spektuit. Andaj gjallëria ta mon gjithmonë një lloj huajësie në këtë botë, duke u përmalluar për vendin tënë. Nga se baba jon Ademi alayhis salam para se mon këtë dunja jo kon xhenet. Andaj esenca e vendbanimit të shtëpia jon atje umet. Ai ka bënë një mëkat që Allah e ka qitë për jashtë, po shtëpitë na ka mbet atje. Ti mos më kon bela me dikan me lshu vendin ton përkohësisht, për shkak të belas e kimi dikan, ama shtëpia jet atje, vendina jet atje. Kujtimet e fëminisë jesën atje, që ti ku e rri, që ti ku e kon, ti ku dush ka me jetu, po kujtimet që atje jesën e thot. Andaj kujtimet e zemrës gjallë janë xhenet. Vendbanimi i saj është atje nga se ajo e din se çfarë është vendbanimi i saj real. Gjithashtu prej shenjave të gjallërisë së zemrës është se zemra e gjallë kur nuk mërzitet se përmendur i Allahun azza xal. Nga se është më i dashur i saj atë. Nuk mërzitet kur se përmendur i Allahun subhanahu wa taala. Andaj sa më e gjallë zemra, ma e lag gjuhën për mëndë Allah Gjelle Gjelaluhu. Prej shenjave të zemrës e gjallë që i kam përmend ulemat është se zemra e gjallë e ka veç një brengë dhe veç një gale. E është nësia Allah të gjellë. Ti të shka si bën përshtypje kurrën këtë dunja. Brenga e saj dhe gale e saj kryesore është të arriturit e kënaqësisë Allah Gjelle Gjelaluhu. Prej shenjave të zemrës e gjallë është se zemra e gjallë e ka një ndjeshmëri të posaçme përballë mëkateve. Sikurse në një aparat apo që është i kurdisur për të pas një lloj ndjeshmërie të posaçme përballë elementeve të caktuar sikurse metali ato. Një sasi të vogël paj me një bazhurë apo. Andaj besimtari si të është përballë në një mëkat, pse është i vogël, zemra e gjallë do me pëlqit nga alarmimi apo. Që largohu. Apo sa më zëri më i ulët i zemrës përballë mëkateve, aq ma tepër jep shenja për zbehet të gjallërisë së saj. Prandaj edhe sot nështë një musliman rrin në mesin e gjunahçarëve, përzihet me gjunahe, kalon për gjunahe,
dhe asnjëherë nuk dëgjon ndonjë zë nga mbrana se a din që këtu mund të më shkatrua. A din që s'ban më nej tu e kështu me radhë. Prandaj zemra e gjallë i alarmon, bes nuk e lën rahat, nuk mund me kon rahat për ballë mëkat, qoftë mëkat i vogël. Nga sikur se e ka përmendur pejgamberi në ditën e Ibn Mesudit se besimtari i sheh mëkat të veta si një kodër që janë përmi kokën e tij preçdomet me rrapë. Ai tutet me gjunava. Para më kur e ki një kodër, mendon se veç edhe një gur i vogël, ato është i mjaftueshëm me rrokullis shkëmbejt të tjera apo. Nganjëherë një mëkat i vogël i rrokullis gjunaat e mëdha apo. Nuk e nis për gjuna të madh, e nis për gjuna të vogël, por ai gjuna i vogël kur do të vënë vet, ja ka shu vënë një shkëmbë të madh me rrokullis pas apo. Qase ka shkëmbë të madh që rrin atje, kur të kqysh do shkëmbë të vogël i kati, si ti largosh ataj fillon me rrokullis apo. Ne kështu besoj kupton mëkatin e vogël, nuk e kqyr si mëkat i vogël i dom, jo, po kqyr që ky kur largohet më as çka mund të marrë apo. Andaj shumë shkëmbë të ndaj mund ta përmbysin besimtarin si pasojë pa kujdes të tij për mëkate vogla. Prandaj kush e mëson që të ketë si ndaj alergjie, ndjeshmërie përballë mëkateve, zemra është noshafë. Sa më gjallë, sa më tepër gjallërinta, aq më tepër ndjeshmëri, alarmim përballë mëkateve të vogla, mos flas për mëkatet e mëdha. Dhe pjesa e fundit që duam të ta përmbyllë është disa udhëzime si ta bëjmë zemrën pra kështu. Si ta arrim një gjallëri të konsiderueshme, të pranuar të zemrës tonë që na siguron një udhëtim të sigurt dhe Allahu Azza wa Jall. Na siguron një udhëtim të sigurt, të shpëtuar deri në shtëpinë tonë atë. Na jena në gërbet, po të ne më shku shpet neve. Për na duhet një mjet i sigurt që na qenë të shtëpia. Që kjo është zemra e shnoshë. Si të arrim këtë mjet të sigurt që na shpije deri tek destinacioni i kërkuar apo. Dietarët i kanë përmend disa prej pikave, duhet të përmend shkurtimisht disa që të kemi parasysh që të punojmë me këto pika për ta ngjallur zemrën tonë dhe për të siguruar vetes tonë një mjet transportuar të sigurt deri në takim me Allahun xhallahu ala. Sa herë dietarët flasin për këtë pikë, për gjallërinë e zemrës, pastërtinë e zemrës, ruajtjen nga mëkatet e zemrës, këtë çka ka të bëjë me zemrën. Përmendin pika të caktuara se çfarë udhëzimeve duhet të përmbahet një besimtar, a dini çka kryeson gjithmonë këtë trajtim? Gjithmonë këtë trajtim e kryeson kujdesi për Kur'anin. Këtë zemër nuk e mon gjallë kur çkafi, as në lloj ushqimi, as në pajisje, as në fryrje, kur gjë, sikurse libri Allahu xhallahu xhallahu. Dhe kujdesi për librin Allahu xhallahu ala, kujdesi i vazhdueshëm, apo e mban zemrën të gjallë. Prandaj kujdesi për leximin e Kur'anit, kujdesi për meditimin e Kur'anit, kujdesi për njohjen e kuptimit të ajeteve të caktuar të Kur'anit. Merë për shembull surën Al-Waqi'a ose surën Ar-Rahman. Surja Waqi'a dhe surja Ar-Rahman kanë përshkruar në mënyrë të mrekullueshme edhe xhenetin edhe xhenemin ato. Lexoj këto ajete dhe përcjelle apo gjendën e zemrës do të shesë do të fillon me automatizëm me ndryshim me lejen e Allahu xhallahu ala. Pamundshmë. Sa të futet ushqim, sikurse njeriu apo sa të fut kafshatat ushqimit në barkën e tij me automatizëm, pa ndonjë investim të jashtëm, veç kafshat në fut, fillon me ndivetën që po ngjihet. Fillon me ndivetën se po forcohet. Fillon me ndivetën se është duke u stabilizuar nga gjendja e uris në gjendjen e ngopjes. Veç kur që s'ka vuaj. Tjetër vetë se e ka fut ushqimin në gojën e tij apo. Andaj edhe kështu. E sheh vetën të plagësht, e sheh vetën të lodhur, e sheh vetën të uritur. Duke marrë nga një ajet është zemra po merr gjallën e vet, po merr formën e vet atë. Kur lexon se ka përshuar Allahu xhenetin në surën Waqi'a, ose se ka përshuar xhenetin xhenemin në surën Rahman për shembull. Dhe kujdesi i vazhdueshëm dhe trajtimi i vazhdueshëm i kësaj që është përmendur në Kur'an, padyshim se i garanton zemrës një gjallëri të kërkuar atë. Gjithashtu përmendja Allahut Azza wa Jall. Nga se vetë pejgamberi më ka thonë mathalu alladhi yadhkurullah walladhi la yadhkurullah kamathali al-hayy wal-mayyit. Shembulli i atij që e përmend Allahu xhallahu ala
Dhe shembulli që nuk e përmend Allahu xhallahu ala është sikur shembulli kujt i njeriu të gjallë dhe një të vdekur. Andaj për aq sa përmend Allahu xhallahu ala i garanton zemrës tënde gjallëri. Po nuk po them përmendje të gjuhës vetëm, po përmendje e shoqëruar me kuptim, përmendje e shoqëruar me meditim, përmendje që ka shpirt, e cila pastaj me këtë gjallëri që ka e ngjall edhe zemrën tonë. Përmendje Allahu xhallahu ala. Prandaj shihni subhanallahu, gaselefi këto dyja janë pjesë e pandashme të tyre. Kurani, dhikri. Kurani, dhikri. Si ka ndakse kur? Ti mundesh me gjetë për shembull dikon 50 të shmon më shumë hadith, e dikush më shumë me tefsir. Mundesh me gjetë për shembull dikush ka qenë më i theksum kët adhurim, e dikush më theksum kët adhurim. Po nuk e gjen asnjë prej selefit më hershëm, kur nuk e gjen se në Kur'an dhe dhikr kanë pas ngjecë të konsiderueshme apo. Këto e kanë kuptuar burim. Mund dikush për shembull pastaj në ndryrime të caktuara, apo dikush më qenë më tepër në namaz natë, dikush më tepër në agjërim, dikush më tepër për shembull në kërkim dijes, dikush më tepër në sadaka. Ktu ka ndalluar pastaj. Mirë, po piknisja ka qenë baza që kanë qenë të unifikuar tek ka qenë leximi i Kuranit me kuptimet e këtij leximi dhe përmendja e Allahut azza xhalal. Dhe përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Andaj ti gjend pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, sikur që kanë Aisha, ka agjëru agjat sa që kena fitu një përshtypje, mu ku iftar s'ban kur, gjithë ka më gjinu. Pastaj e ka ndërpej një kohë gjatë agjerimin, ka mendu se mu nuk agjeron kur. Pejgamberi s.a.s. Ma di ka ndonë nga njëre që nga lodhja, me lo namazën natës, dhe pse, e dini se ka pas pozitin për ba namazën natës, e ka kompenzu ditën, ka pas pozitin të kompenzime, po nuk e gjonë kur pejgamberi s.a.s. se i ka shku ditë e pa përmen Allah xhallahu ala, për ta kompenzu ma vonë, s'ka kështu. Prandaj kujdesi për Kur'an dhe kujdesi për mend Allah xhallahu ala duhet të ketë i posaçëm në besimtarit për të garantuar një gjallëri të zemrës. Gjithashtu, ajo që ngjall zemrën është të përgjigjurit e menjëhershëm në kërkesë të Allah xhallahu ala. Nga se kështu Allah e ka thujt: "Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa rasuli idha da'akum lima yuhyikum." O që keni besuar, përgjigjeni Allah dhe pejgamberit kur t'ju thrasin lima yuhyikum, nga se në këtë gjallëria juaj. Allah ju ngjall me këtë përgjigje. Përgjigju Allahu xhallahu ala, Allah si pasojë e kësaj përgjigje ta ngjall zemrën tënde. Gjitha këto pika që përmendën janë shumë shpejt të prezantuara, por përbëjnë për neve projekte jetësore që ne duhet të jetësojmë jetën tonë të përditshme, që Allah me këtë jetësim të këtyre projekteve të ngjall zemrat tona. Tjetër Allah nderuar që ngjall zemrën është përkujtimi i vdekjes. Nga se kështu në kam mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Madje edhe ulemat e kanë provuar apo. Ibn Jauzi rahimahullah, sikurse kemi përmendur në raste të caktuara, se i ka ndodhur një herë që mos më ndi zemrën ka i rrej apo. Atë ka bua kia ndare me atu si zemra s'po të rrej, jo në kuptimin organik, po në kuptimin e imanit. E në gjëna jetin e se ka të rejmë në duhur apo. Apo e falë namazin se ka të rejmë në duhur. Nëse përcilim këto ritme të zemrës në ibadet, pa ta i kam përcil, si ka ra pak ritmi i rrahjes të zemrës, që ka son rregull, më njerë të kardiologu do të më shku, se s'po rrej zemra mirë. Me herë, edhe Ibn Jauzi rahimahullah thot, e kam provu me e rikthy rrahjen e zemrës në vende ndryshme. Shko atje s'kthehet, shko atje s'kthehet, shko atje s'kthehet. Thot derisa kam shku tek varrezat. Edhe duke meditu gjendjen, duke shiku ku kanë shku ata, duke meditim te varrezat, duke marrë shembull nga ata që kanë vdek, thot u rikthy rrahja asaj përsëri atë. Në përkutimi i vdekjes, apo nga se çka vdek rrahjen e zemrës, dashuria për këtë dunja, shpresa e gjatë, apo inshallah mas 20 vjetë, apo investim për 50 vjet, shpresë e kot që e lodh zemrën. Çka i shkurton këto shpresa? I shkurton dek apo. Si të kujtosh që kimë dek më i herë apo. Prandaj Hasan al-Basri rahimullah ka marrë pjesë nga njerë në vërrem dhe kur është kthy, i ka gjetë antarët e familjes në sofër. I ka thonë, shumë mirë që qëllove në bukë, se koha e bukës. Ka thonë, hanë një se unë e kryva. Dikur që e shetë dikon ka e shanë varë, mos si hatë as buka, as i pjetuj. Në të kuptim se të më hanë, për kuptimi i saj, jep me kuptu se ti së shpejti dhe t'jesh në kontakt me këtë që dikush ka qenë para të jepë. Andaj për kuptimi i vdekjes, vizita e varrezave, përkujtimi i këtij përfundimi padyshim se e ngjall zemrën e besimtarit. Gjithashtu pjesa që e ngjall zemrën e zëndëruar është dëgjimi i ligjëratave, kërkimi i dijes, këto mësime që po i marrim. Kjo rruga që e ngjall zemrën. Prandaj çdo goditje që e marrim këto ligjërata është një goditje si lloj antishoku për ta rikthyer zemrën përsëri në jetë.
për të jap gjallëri përsëri, për t'ia kthyer të rrahurin tamam sikur sa duhet. Atë se ngjall kurrë për së fjalëve. Fjalët Allah xhallahu ala pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të komentet e ulemave dietarëve që i kanë bërë këtyre ajeteve. Prandaj çdo kush që vjen këtu le ta konzon orën e tij, sikurse kush shkon në seancë caktuar mjekësore për ta rikthy funksionimin e zemrës në drejtimin e duhur apo. Gjithashtu për asaj që e ngjall zemrën e duhur, për shumë të çfarë që kanë pranuar ulemat, por asaj që po i do fund me të është bamirësia ndaj njerëzve, në veçanti ndaj shtresave të dobta të shoqërisë, në veçanti ndaj jetimëve apo. Domethënë, subhanallahu, bamirësia ndaj njerëzve e ngjall zemrën. Madje ka shembull konkret nga jeta e përditshme që bamirësia ndaj njerëzve, ndihma ndaj të varfërve, jo që vetë e ka ngjall zemrën kuptimin e imanit, por e ka shëruar edhe në kuptimin organik, duke ndëgjuar raste ndryshme të vërteta që dikush i ka pas të mbyllura apo kanalet e zemrës është dashur të bëjë intervenim të caktuar dhe kur ja ka çliruar dikujt jetën, Allah ja ka çliruar këta damare këto kanale. E kështu me radhë ka ndodhur ndryshimet edhe në kuptimin shëndetësor përballë këtij veprimi të mirë që dikush e ka bëu ndaj dikujt për të varur. E mos lasëm do thotë në kuptimin e imanit. Andaj sikurse e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ditën që e transmeton Ahmedi në musnedin e tij dhe dietarët thonë se kjo hadith është hasan nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se një njeri ka ardhur është anku tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam për ngurtësimin e zemrës. Po më ka ngurtësuar zemra sa selan. Në Kur'an falu nuk lëviz. Ka kërku zgjidhje për këtë ngurtësim të zemrës, që të jetë zemra do thotë më e butë, më e ndihshme përballë përmendjes së Allahu xhallahu ala përballë leximit të Kuranit dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë përgdhele kokën e jetimit dhe ndihmoj miskinit. Me këtë zbutë zemra jote apo. Andaj kjo është përputhje të plotë edhe që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Mëshironi ata që janë tokë, bëni mirë njerëzve që janë tokë, ju bën mirë dhe ju mëshironi ai që është në qiell. Prandaj sara të ngurcohet zemra apo jep sadaka. Gjeni jetim përdhela kokën, veçu përdhë simbolike, po dhe japin ndihmoj gëzoje. Eshes Allahu xhallahu ala si do ta çliron ngurcimin e zemrës së ndër. Prandaj sikurse ti ja çliron dikujt dhe ja rikthen disponimin për jetë dikujt me ndihmën që jep, çashtu Allahu të shpërblen sa është e shekur, mirënjohës dhe falëndërues, të shpërblen Allahu xhallahu ala duke rikthyr disponimin dhe gjallërinë zemrën tënde. Prandaj edhe kjo është një metodë efikase për gjallërimin e zemrave tona. Sadakaja, bamirësia, kontributi për fenë Allahu xhallahu ala për të varfrit, në veçanti për kategoritë më të dobta shoqërisë, sikurse janë thash jetimet apo gratë e veja që kanë mbet pa kujdestar. Kujdesi për to padyshim se është një rrugë e sigurt që e kanë përmend dietarët për ngjalljen e zemrave tona. Andaj kjo që ka përmendur është në kuadër të emrit Allahut El Hayy dhe El Qayyum. Gjasë El Hayy dhe El Qayyum, sikurse e përmend dhe po e përfundoj, ka reflektime dhe ndikime të shumta në jetën tonë. Por ajo që është nga më kryesorët dhe që na duhet më së tepërmi është që Allah me emrin e tij El Hayy na ngjall zemrën dhe me emrin e tij El Qayyum ta ngrihet këtë zemrën në këmbë për të ecë dhe për të vazhduar më tutje udhëtimin dhe Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj na duhen të mësime që përmes këtyre mësimeve të dim si të përfitojmë nga emri i Allahut El Hayy dhe El Qayyum. Andaj ti mundesh Allahu me El Hayy dhe El Qayyum ditë për ditë, por nëse nuk e lexon Kur'anin, nuk e përmend Allahun xhalla wala, nuk i ndihmon dikujt, atëherë kjo thirrje është e kodë dëboshe. Por ulemat e kanë thirrë Allahun xhalla wala dhe kanë kërkuar prej tij që Allahu t'ia ngjall zemrat me El Hayy dhe El Qayyum, pasi që i kanë marrë sebepet e përmendura në fund të kësaj legjërate. Andaj merri këto sebepe dhe në fund çej durtu ja Hayy ya Qayyum, ma ngjall zemrën, do të shohësh se do të ketë padyshim ndryshim të qartë, të dukshëm, sikurse që ka pas tek ata që kanë qenë para nesh. Allahu xhallahu ala ju shpërblet për vëmendjen dhe për sabrin. Allahu Allahu xhallahu ala që të na ngjall zemrat tona, të kenë gjallëri të mjaftueshme për ta kuptuar fjalën e Allahu xhallahu ala. Të kenë gjallëri të mjaftueshme këto zemra për të kënaqur në adhurim me Allahun xhallahu ala. Të kenë gjallëri të mjaftueshme për të rezistuar dyshimeve, dilemave, epshëve të ndryshme që qarkullojnë në jetën e kësaj bote. Dhe lutem Allahun xhallahu ala që të na jap gjallëri të mjaftueshme
për t'i garantuar vetes tonë pastaj gjallëri të përhershme në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Dhe gjithë këtë e lutem Allahu xhalla me emrin e tij ya hayyu ya qayyum. Allah e përmirësoj gjendjen tonë deri në takimin e ardhshëm. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.